Tregon Aisha radhiyallahu anha, hadith që kanë thënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, thosë në ditë për ditëve i niti disa zana për nësëm të ngritur. E kanë qenë ka hasmuruar në borxh. Thot, njëri i thon të tjetrit. E këtu nuk kanë kallëzu gjithmonë kur ka pasur një rast që dikush ka bërë një vepër që të cënohet, transmetuesi e fsheh atë më. Dhe kjo është për begatisë të madhe dhe mençurisë të lartë të sahabeve. Se po ta kallëzoj unë mësimin, çka ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush janë ata, s'është më nevojë, njerëzit, për sahabeve. Çka harpi dikujt tjetër, për sahabeve. Thot njëri i thon të tjetrit, liroma me pak borxh, fal me pak borxh. Edhe jepën pak afat, mos ma shtrëngo. Apo tash kanë ardhur dy veta. Tu rrok. Borxhin kthema, ky ka thon lirom pak. Zbritje pa i borxhit, apo dhe këtu ka thon dietar se lejohet mi thon njeriu hek ma pak borxh. Nëse e ke marrë për shembull dikujt disa euro, ki drejt mi thon a ban ma pak, s'po muj. Po du me këti borxhin s'po muj. Edhe i ka thon bëu pak ma i but me mua. Lem pak afat. Mos më shtrengo. Edhe ai ka thon pasha Allahin, as ma but, as afat nuk shti, as nuk ta liroj. Dhe ka bëu bejn Allahun. Ka dal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë ejnë el mutaalli ala Allah la yaf'alu al ma'rufa. Kush është? Ku është ai i cili bën bejn Allahin se s'bën vepra të mira? Apo tash ai çka ka marr borxh, pi thotë ti, liron me pak, shloje pak, se s'po mund me e kthy. Ki ka bëu jo vallah, s'ka, kthe ma borxhin. Sa e kanë edhe hiç na fat, më një herë. Atëherë pejgamberi ka thënë, tu ka ardhur disa transmetime se ky njeri ka qenë më i miri. Po nervoz ka thënë vallaj, bere borxhin s'ka. Atëherë ka thënë mësam, ku është ai që ka bajë besë s'ban vepra të mira? Por ai ka thujt sigur kërkesën e palës tjetër, kjo vepër e mirë, më jashlu borxhin në vepër e mirë, më fal ket, është ala më vepër më e mirë. Atëherë ka thënë pejgamberi alayhis salam, i ka thënë pejgamberi, unë ja Rasulullah. Apo unë ja Rasulullah. Ka thënë let fole çka doje, çish ta laj ai unë pela. A si doje tash ket apo do më afal gjysmën, i çka doje. Pse? Se ka intervenu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka thënë walahu ayu zalika ahab. Le ta laje tash ki kundërshtari jam, çish doje punën. Pse? Se pejgamberi ka thënë ku është ai që ban te be se ban veprën e mirë. O shumë në nësi vëzër, në hasmëri, në kundërshtar. Kur dikush ka zank, që është njani më shkoje, vije për peni. E ti fole këti pak, shlo ti pak, edhe ti shlo pak, sepse nëse nuk shlo vëzër, nga dy palët, fështirë është më pajtuar. I kërkohet cicëllës palë me shluë. Andaj pejgamberi alayhis salam tha kush po ban bejnë Allahun, se s'ka me bo veprat mira. Shiko si e ka, andaj, a ju kujtohet në fillim. Kur thash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me çka i kanë drejt çkit çeto gjenerata, breza të mirë të muslimanëve, veç me një pajisje. Me një pajisje, cila pajisje është? Allahu dhe dita e llogarisë. Allahu dhe dita e llogarisë. Ka dalë kush është ai që përmend Allahun për me bokeç? Kush është ai i cili përmend Allahun se van të mirën? Dhe tash njëri me thon ti kështu. Për shembull ti je ngatruar diçka. Edhe hak e kije që je ngatruar, po edhe s'po ta japin hakin. Dhe njëri thot por irt Allahun po ta bëj be. Leje. Dhe këtu del pa sa është i madh Zoti te ti në zemër. Çtu del pa. Çish del pa? Sepse ai borxhi çka të tranu, haki jo çka të tranu. Kur të bihet me emrin e Zotit, ja thuj emri i Zotit ranon. Shkoj haki. Apo çish shkon haki vëzë? E çet hakin tan peshore. Edhe emri i Allahut në zemrën tonë, në peshorën e zemrës tonë. Cili ranon? Ai çka e ka imanin e fortë, emri Allah ranon, e fluturon këta. Apo a do të bëjmë sa më shpesh ka thënë, do ditën e gjykimit fluturojnë të këqija. Çish fluturojnë? Çish fluturojnë? Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, vihet la ilaha illallah në peshorën janë në anë. Edhe vendoset në anën peshorës tjetër. Provoje në peshorë, provoje ka diçka, gjuj diçka në lehtë ta. Edhe gjuj ka që tran diçka tran. E gjuj në peshorë ka tjetër, apo e kur të noj diçka në tran zemër, e çka ka te muslimani maran se sa Allahu po ta përmeni. Po baj bejnë Allahu xhelel xhelal. Andaj pejgamberi sa tha, kush e bani bej Allahun se s'ban mirë, kimi njerë u dërzu sahabja, tha, u krija sura. Çish ta loj aj, çashtu e lan. Ktu vëzhgë ka shumë prej mësimeve kanë dhënë dietar një grumull të madh të mësimeve, por se nuk kemi mundësi përmend të gjitha, do ta përmend vetëm cilën vëzhgë
ndërmjetësimi në emër të Zotit është shumë i mirë. Ndërmjetësimi në emër të Allahu xhel xelalu. Andaj pejgamberi s.a.s. kur vishin, nga se shumë ka dhe tash po i hazoj shumë prej rasteve, kur vinte ndonjëherë burrë gruaje, hasëm, janë rroksar. Kështu, jo kështu, edhe muda. Çka i thonë të mësa burrave, kujdesve, kadaleve, se nemën të Allahit e ke bë halal. Shiko, nemën të Allahit e ke bë halal këtë gruaje. Ti ke haram e ke pas këtë gruaje. E çish nemën të Allahit? Po me niqa. Nemën të Allahut, nemër të Allahut me meher, me kujdestar, e ku mba këtë gruaje halal. Tash, përsam pse përmend të nemën të Allahut? Se tash, a ki kujdes, nuk ka tash veç haki jot këtu, edhe haki asaj, haki fëmijëve. Allahut nemërit ja ke marr për me bë halal. Kjo e madhe. A ke pa ti për shembull, që ta kuptojna. Ti e merr një njeri për me ta sos një punë. Ki problem me njanin, me ta kry një punë, s'ki ti shumë peshte aj, vjen një tjetër ka peshte aj, ndërmjetës. Apo, mësit. Edhe ta kryjnë punën mësiti. Apo, edhe pasaj ti rokësh me atë. A i ndërmjetësi sa thot, ka daleve vla mësëm qëtë mu pozit keqe. Ka daleve se ti mu morën mes, shtash për më qëtë pozit keqe, apo, që kur plot për njerëzve. Apo, e shkelin fjallën se kanë gajle. Shko dhët ti dhuj babgjishit ma jape qikën mu, shka të thoi aj, s'ka problem. Mësane, mësane thot, unë e mirë në vesh me grujën. Ka dale burë. Ka dale burë, se fjallë e burit ta e madhe. Apo, e ato të nështash mirë në vesh. E pse su more vesh pi përvara? Është me pas frikë Allahu unë gjellola ku ta i fjallën. Që ka thonë të alej salat e selam? Ka dale. Pe merë Allahin me ta ba halal një diqka. Pastaj, haki jem, beq haki jem, drejta jem e kështu më ratë. Kujdes, kur ta bajsh diqka në emën të Allahut, halal, e je musliman, ata shikoj, ka thonë djetarët, me ndërmjetësu në emën Zotit të njës ka janë asmërue. Kështu pan të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Tregon Sahel ibn Sa'di radhiyallahu an, se një për ditëve i vindi se sahabi thonë, ja Rasulullah, mahalla e xhamisë Quba, ku shakon në haqja për në umre, e ka vizitu këtë xhamin e Qubas, thot, ka ardhë smetuzi, ka thonë, janë në rokë, ja Rasulullah, deri sa janë të gjujtë me gurzi. Apo, e tash nëse thot njëni qyshbe sahabët janë konë njerëzi. Janë konë njerëzi. Dhe ne përmenë, Arabt janë konë njerëzi që i kanë quë hundë për pak e për shumë. Edhe këto i ka drejtu pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, edhe kër i kanë kalzu pejgamberi ka thonë aleyhi sallallahu aleyhi sallam, idhhebu bina nuslihu bejnehum, hajde shkojna i ndresna, hajde shkojna i pajtojna. Shiko pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ke truni i ti, shpirti i ti o si rreth, ti pajtojna. Shlopejnë Allah, hajtë sa Allahi, hajtë se ditin e kiametit e merë, hajtë se ta këthen Allahu. Shiko, kitë donë, boshti, orbita i pejgamberi silët, fale, leje, ndreqe, pajtoje. Pse? Ujdise. Qështu kanë? E qëshin ana? Na nuk shlojna pej për hakin tonë. E lusmi Allahun që Allah të në banë me moralin e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam.